atje në Lezhë, kampit të pritjes së emigrantëve që Italia do t'i sjellë këtu. Ka sjellë një pjesë madhe, thonë, po. Nuk e di se sa i suksesshëm ka qenë në interceptimin, po themi, dhe në pritjen e emigrantëve, po edhe vetë politika italiane në raport me kampin e Gjadrit. Megjithatë, Edi Rama ka marrë një pjesë madhe të kabinetit qeveritar, ka shkuar në Itali dhe zhvillon takim me homologën italiane dhe me kabinetin homolog italian. Si analizon? Që të zhvillohen marrëdhëniet me Italinë, Shqipëri-Itali, kjo është gjë shumë e mirë, po në këtë rast duhet bënë hapër një parantezë shumë e madhe. Kryeministri shqiptar Rama me 10 ministra të tij shkojnë atje me pompozitet e tij, ndërkohë që situata në Shqipëri është skandaloze. Dhe jo më kot, gjithnjë më shumë analistë tuaj, gazetarë, po analistë që kuptojnë zhvillimet politike, po dhe zhvillimet tjera, shikojnë që Shqipëria pa hezitim mund quhet narkoshtet. Dhe këtë jo më kot, e thonë këto gazetarë, një italiane kishte thënë, sfundi, sepse ka një lloj reagimi nga ata që quhen miq në thonjzat të Ramës nga politika europiane, cilët supërqen etiketa narkoshtet, po kjo është e vërtetë, është një narkoshtet për shumë fakte. Ne kemi thënë dhe herë tjetër dhe kur kemi folur bashkë, ke një rritje të ndërtime shumë me galopante dhe ndërkohë nuk i dihet origjina e parave. Ndërkohë që kapen dhe ka historira nga më të ndryshme të sasive të drogës etj. Kapja është gjithmonë një majë e icebergut dhe pjesa tjetër nuk dihet. Ndërkohë që faqet gjithnjë më qartë përpjekja e lidhje ose ato pasojat e lidhjes krimit me politikën, krimi i Rinasit për shembull është një skandal domosdoshmë i hapur fare. U vra personi në prani të shoferit që punonte në policinë e shtetit. Po kjo është skandaloze, s'flet asnjëri. Tani ky në këtë kuadër të problem shkon atje bën le të themi show për të thënë që i kemi punë në rregull. Oj që zhvillohen marrëdhënie Itali-Shqipëria shumë, po jo ky njeri. Dhe ky ka tendencë, siç ka gënjur gjithmonë, për çështjen e integrimit evropian apo pasaportës europiane në zgjedhje të që është një gënjeshtër e madhe, sepse porta nuk është aq lehtë e hapur në Europë, madje Europa ka probleme, pomërsi se ne do të dëshironim të ishim atje, po në këto kushte domosdoshmë kjo është një show i madh, i cili ndërkohë që ka me vete edhe zëvendës kryeministri Lida Balluku, ai është një skandal vetë. Ajo pritet është hapur dera burgut që shkoj shpejt, sa më shpejt bile, nuk bëhet fjalë të themi shpejt avon, po shpejt ose shumë shpejt atje dhe ai e merr nuk e di. Kjo është domethënë thjesht shkelje syru ose përpjekje për t'i thënë organeve të drejtësisë, cilët kanë problemet e vet, apo gjithsesi për të thënë që ja kjo është mbrojtjen time. Atëherë nëse po themi gjyqësori nuk është ndikimi politik, ai s'duhet ta kishte marrë, dhe ai duhet ishte në burg sot. Po fakti që ky e merr, do të thotë që përpiqet të thonë këtë mos e prekni, po për mua problemi është i pasgjithshëm, është i zgjidhshëm vetëm kur dënohet ajo dhe ai së bashku. Me sa duhet kanë vendosur që t'ikin së bashku, ç'është e kohe për mua është, sepse ka vajt aty ku s'mban më. Ju e keni marrë vesh që opozita ka vendosur bëj protestën e parë, edhe shumë serioze, për atë hënën që vjen. Dhe besoj që kjo do jetë ndryshe nga të tjerë, nuk mund të vazhdohet më, sepse po i bëjnë gjithë shqiptarët budallëj tani këta, që janë një skot hajdutësh, që janë atje në krye, njerëz të pa moralshëm, domethënë që kanë dalë jashtë çdo lloj politike, bëjnë dhe show, shkojnë në Italinë atje, spekulojnë edhe me ata. Italia ka qenë gjithmonë vend mik dhe përpiqen tani të megjithatë deklaratat e Bashkimit Evropian në raport me gjitha këto që ti thua janë në rastin më të mirë shumë të buta dhe me një gjuhë shumë të drujtë. Për mua i referojmë deklaratave të dieshme të ambasadorit Bashkimit Evropian Silvio Gonzato. Ato s'janë për të marrë konsiderat fare për mua, sepse ato janë deklarata krejt pa lidhje, më shumë që bëhen deklarata në emër të, le të themi, dëshirës apo dashurisë për një mik, që në këtë rast që nga kryeministri Edi Rama, por gjuha e drujt tregon që nuk mund thuhen gjëra të mira, po thuhet hajt, thjesht mos ndryhim punët e brendshme. Por për mua, ai që është rëndësishme është raporti përfundimtar i OSBE-s. Ai është shumë i rëndësishëm për zgjedhjet dhe ai është një argument dhe një armë shumë e fuqishme që duhet përdorur nga opozita, por edhe nga njerëzit, krahas fakteve të mëdha që i din tashmë të gjithë revoltës. Revolta ndjehet në rrugë gjithandej, gjithë vetëm shajnë. Shajnë për trafikun, shajnë për krimet, shajnë për vjedhjet, shajnë për këto vrasjet e krimet dhe çfarë. Këto janë ato që tregojnë që japim vlerësimin për këtë qeverisje. Dhe nuk janë këto deklaratat e Gonzatos
që për mua domethënë duken shumë të cekta dhe shumë të pavënd, po punë e tij, le të bëj çfarë doj, se kam dërguar në ambasadore, ka çuar Europa dhe kam bërë gabim. Bëjnë mirë ta heqin bile fare. Mirë. Sa më shpejt dhe. Këto minutat të fundit unë kam dëshirë të flasim pak shkurtimisht për Kosovën, aty ka pas zhvillime mjaft intensive, kanë qenë zgjedhjet e balotazhit, zgjedhjet vendore. Glauko Njufca i lëvizjes vetvendosi është mandatuar nga presidenti për formimin e qeverisë, por nuk dihet ende nëse i ka votat, 61 votat. Nga ana tjetër, ditën e djeshme kreu i Partisë Demokratike të Kosovës në opozit ka dhënë dorëheqjen. Çfarë na tregon kjo për atë se çfarë po ndodh në Kosovë? Lidhur me qeverinë, unë besoj që nuk ka për të arritur. Dhe vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja. Parakoshme, po. Sepse edhe zgjedhjet lokale tregojnë që pak a shumë kanë ndryshuar ato balancat politike, por edhe pa qenë ky fakt, pa ekzistuar partitë politike, kryesisht 3 partitë e mëdha, LDK-ja, PDK-ja dhe partia tjetër, Nisma më duket, nuk e di si e ka. AK-ja dhe Nisma. AK-ja. Duan zgjedhje të reja, sepse kanë kundërshtit mëdha lidhur me politikën e qeverisë vetëvendosjes. Dhe besoj që do shkohet drejt saj, si do shkohet, kur do shkohet, po ka një afat kushtetues, pra nuk besoj që mund të kryhet mandatimi i qeverisë, pra të marrë votbesimin. Shpresoj. Kurse për sa i përket dhënies së dorëheqjes së Krasniqit, ai ka thënë argumentin kryesor që mirë është që partitë të rinovohen nga brenda, të ndryshojnë, të iki, domethënë ky është nivel demokracie të ndryshoj. Unë nuk besoj që është thjesht kjo gjë, por nuk e di arsyet e vërteta se çfarë ka ndodhur dhe pse iku, sepse është djalë i ri, s'ka shumë vite në krye, mund të vazhdonte, por është çështje e tyre brendshme dhe nuk mendoj që ka vend për të komentuar shumë. Po fakti që ikën, sidoqoftë nuk është gjë e keqe, gjë pozitive është, që pse për arsyet e tij, jo thjesht për rinovimin e partisë, ka menduar që po ikën të hapë rrugën për diçka tjetër. Ky është mendimi tim. Një nivel demokracie në Kosovë që këtu në Shqipëri ne nuk parashojmë, që tek numërimi i votave, pastaj tek dorëheqjet e politikanëve, siç është rasti i fundit, tek rotacioni politik. Po ne i kemi gjëra dhe çik jo aq qytetare sa Kosova, për të vërtetës, dhe ndonjëherë përplasjet janë më të forta, gjëra dhe ka vullnete politik që nuk shpalosen në rrugë normale, si që është kjo tërheqja e tij. Po të më pyetish më gjatë tani, do të kalojmë në gjëra konkrete, por nuk dua, po e them kaq që ata janë më të qartë, nuk e di, mund ta them edhe më të kulturuar në thonjza, sepse fjala kulturë nuk shkon tamam nga ana politike. Edhe zgjedhjet sa do defektet kanë atje, se edhe po flitet tani për manipulime, nuk janë në nivelin ton, po kështu edhe numërimi e certifikimi i zgjedhjeve janë krejt ndryshe nga ne. Kështu që në këtë kuadër, në këtë lloj klime, edhe është normale që të ketë dorëheqje, të ketë ripërtritje të partisë të tjera, kurse tek ne është tjetër gjë. Tek ne është betejë shumë e fuqishme, shumë e fortë, e majtë e djathtë. Shpresojmë që kjo lloj politike e majtë, kjo qeverisje e majtë marrë fund shpejt, po të shikojmë se si do shkojnë.